إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بربك هاديا ونصيرا صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahut të xhaleshanuhu, atë falenderojmë prej tij fale dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selame në këtë ditë të bekuar të xumës i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, paqja, mëshira dhe begatit e Allahut të xhaleshanuhu qofshin mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhamedit alayhis salam dhe në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do jemi bashkarisht edhe sot këtë ditë të bekuar të xumës, e që do të mundohemi ta sfigojmë emrin e bukur të Allahut xhaleshanuhu El Hadi. Pas këtij emri të bukur të Allahut xhaleshanuhu, na esin edhe 6 emra të tjerë të bukur të Allahut xhaleshanuhu për të sfiguar, që do të thotë se me këto dhe do të përfundojmë ciklin e ligjëratave me emrat e bukur të Allahut xhaleshanuhu. Emri i bukur i Allahut xhaleshanuhu El Hadi në gjuhën shqipe ka kuptimin udhëzuesi, ai i cili na krijoi e pastaj na udhëzoi. Ndër emrat e bukur të Allahut xhaleshanuhu është edhe ky emër El Hadi, udhëzuesi, udhërofyesi, i cili përmendet edhe në Kur'anin famëlar, përmendet edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ajetin e 31 të surës El Furqan, Allahu xhaleshanuhu thotë: "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Mësi i mjaftueshëm është Zotit si udhëzues dhe gjithë ndihmues. Që do thotë se Allahu xhaleshanuhu i udhëzon zemrat drejt vërtetës. I udhëzon zemrat drejt asaj që është e mirë për njerëzit, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin material. Në surën El Hajj, ajeti 54, Allahu xhaleshanuhu thotë: "Wa inna Allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim." Allah patjetër do t'i udhëzojë ata që besojnë në rrugën e vërtetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilën e transmeton Imam Muslimi, thotë se ka thonë, hadith kutsi, Allahu xhaleshanuhu ka thonë: "O robët e mi, gjithë ju jeni të humbur përveç atyre që unë i kam udhëzu, prandaj kërkoni udhëzim nga unë dhe unë do t'i udhëzoj." Udhëzimi, vëllezër të ndershëm besimtar, është punë shumë e madhe. Ose hidajeti që e përdorim në gjuhën arabe, është punë e cila i ka edhe shkallët e veta. Prej udhëzimit të Allahu xhaleshanuhu, ose shkalla e parë e udhëzimit nga ana e Allahu xhaleshanuhu, është udhëzimi i përgjithshëm, El Hidayetu El Ame, i cili është udhëzim i Allahut xhaleshanuhu për krejt krijesat rreth asaj që u duhet dhe atyre që kanë nevojë gjatë jetës së tyre. Kjo udhëzim i përgjithshëm
i përfshin njerëzit, i përfshin gjinët, i përfshin shtazët, i përfshin shpezët dhe çdo gjë tjetër. Brenda këtij udhëzimi apo hidajeti hen edhe kujdesi i shpendit për të voglin e saj. Ndërtimi i foles për ta edhe për të veçlit e saj. Këtë udhëzim hin edhe afrimi i të vegjëve të gjiri i nanës së tyre për me thith qumshtin. Argument për këtë i kemi ajetin kuranor ose ajetet kuranore të surës El Ala, ajeti 1, 2 dhe 3, ku Allahu Xhaleshanuhu thot: Sabbihisme rabbike El Ala, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Madhroje lartëmetave Zotin tënd, më të lartësumin, i cili krijoi dhe përsosi dhe i cili përcaktoi dhe orientoi. To Allahu Xhaleshanuhu në këto ajete i përmend 4 gjëra. E përmend krijimin, e përmend përsosshmërinë, e përmend përcaktimin, e përmend orientimin, apo udhëzoi natë që është në dobi të asaj krijese, por edhe të tjerave. Shkalla e dytë e udhëzimit ose e hidajetit është udhëzimi i sqarimit apo i mësimit, që në gjuhën arabe është hidajetul ad-da'wati wal irshad, që është udhëzimi i njeriut rreth asaj që shpëton ata nga dënimi dhe zjarri i botës tjetër. Ky udhëzim ose ky hidajet është i veçantë për njerëzit dhe për gjinët, por nuk është për shtaz, për shpezë dhe krijesa tjera. Ky udhëzim e ka për qëllim sqarimin e argumenteve dhe fakteve për ekzistimin e Allahut Xhaleshanuhu, për ekzistimin e ahiretit, botës tjetër, për ekzistimin e llogarisë, për ekzistimin e xhenetit, për ekzistimin e xhehenemit, që ishte edhe mision i gjithë pejgamberëve të Allahu Xhaleshanuhu prej Ademit alayhis salam deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky mision i pejgamberëve ka për qëllim që t'i udhëzon njerëzit në rrugë të hajrit, që u sqarojë njerëzve të mirën dhe të keqen. Pastaj ata vetë zgjedhin se në cilën rrugë shkojnë. E zgjedhin të mirën, natyrisht që do të kenë shpërblim. E zgjedhin të keqen, natyrisht se do të kenë dëshkim. Do më thonë, do të kenë dënim botën tjetër. Çdo mend se edhe për këtë ka argumente nga ana e Allahu Xhaleshanuhu, ku në ajetin e 17 të surës Fussilet, Allahu Xhaleshanuhu thot: "Wa amma thamuda fahadaynahum fastahabbu al-a'ma 'ala al-huda fa'akhadhatuhum as-sa'iqatu al-'adhabi al-hud bima kanu yaksibun." Sa i përket Themudit, ne atyru po të më tregu rrugën e drejtë, por ata megjithatë më shumë e deshtën keqen, shirkun, kundrejt udhëzimit. Prandaj ata i kapi tmerri dënimit turpshëm për shkak të asaj që ata vepruan. Allahu Xhaleshanuhu u sqaroi dhe vëmsoi rrugën e hajrit atyre nëpërmjet pejgamberit tyre, në këtë rast, në këtë ajet bëhet fjalë për Salihun alayhis salam, por ata nuk pranuan atë udhëzim dhe si pasojë i goditi dënimi i Allahut Xhaleshanuhu. Çdo mend se edhe në ditët në të cilën ne jetojmë, ka të tillë që se pranojnë udhëzimin, ka të tillë që nuk e dojnë udhëzimin, ka të tillë që
nuk e dojnë dritën e Zotit. Sa do që ne mundohemi me vë spjegu, ata nuk e pranojnë, ata nuk e përkrahin, ata nuk rinë edhe të heshtur, ka të atil që edhe sulmojnë dinin e Zotit, ka të atil që edhe shpallin vetën ma shumë se pejgamber, ka të atil që shpallin vetën edhe se kanë fe tre, ka të atil që janë njerëz pa udhëzum të cilët ndoshta mendojnë se janë më të mençurit e dunjas. Por ato gabojnë shumë ranë, sepse kjo botë është kalimtare. Në këtë botë Zoti dërgoi pejgamber, në këtë botë Zoti dërgoi libra qiellor, dhe ti sot në shekullin 21 mos i bish vetës mas, atëherë në ahiret me siguri se do ta mirësh shpërblimin e merituar, as ma pak, as ma shumë. E ki di Zotin, e ki respektu Zotin, i ki respektu rregullat e Zotit, e ki shpërblimin, por nuk i ki respektu, edhe atër du ta kesh shpërblimin, por ne e lutim Allahun xhaleshanu që ki hidajet, ki udhëzim, ta ketë se cili prej nesh në zemrën e ti dhe në shpirtin e ti. Shkalla e tretë e udhëzimit e hidajetit është udhëzimi i suksesit, ose hidajetul at-taufik, që e ka për qëllim se Allahu xhaleshanuhu i a lehtëson njeriun praminimin e të vërtetës. Udhëzimin, njeriu t'i jep sukses për qafimin e dritës qiellore. Allahu xhaleshanuhu ja hjeshon, ja zbukuron të mirën, ja lehtëson rrugën për me pranu të vërtetën, për me udhëzu në Islam. Këtë udhëzim vëllezër të ndershëm besimtar, nuk mundet kërkushi prej neve me e pas në dorë. Këtë udhëzim e ka vetëm se Allahu xhaleshanuhu. Nuk e ka pas në dorë as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky udhëzim është në dorën e krijuesit tonë. Secilit prej nesh këtë udhëzim Allahu xhaleshanuhu na i zbukuron. Gjithë njerëzimi që zbukuron, po të pak janë ata të cilët e shohin, e shijojnë këtë dritë të madhe. Ne mundohemi ndonjëherë që u shpjegojmë njerëzve kështu, ashtu, kështu, mirë po nuk është në dorën tonë, sikurse nuk ishte në dorën e pejgamberit tonë udhëzimi. U thot Zoti xhaleshanu në surën Al-Qasas: Inneke la tahdi men ahbabta walakinna Allaha yahdi men yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Është e vërtet se ti nuk mundesh ta udhëzosh ata që do ti. Por Allahu xhaleshanu udhëzon ka doje dhe Allahu xhaleshanu është ai që e di më mirë për ata që udhëzohet. Dhe do të thotë se në dorë të Zotit ashtu vëllezër të ndershëm besimtar. Ti ditë e natë i fol dikujna për me fal namazin, shkon e vladit tanë, dhe më thonë, non stop ti i thot, fale namazin, nuk ngonë, ka morat rrugën e vetë. Ose e kundërta, ka fëmijë që i drejtohet prindit për me fal namazin, a i ka njës të fale namazin. Ditë e natë i thot, nuk ngonë, vllai dashur. Mirë po, çka të bojmë këtë rast na? A do të hekmi dorë në këtë rast? A do të hekmi dorë nga të dashurit tonë, mos t'i udhëzojmë fenë e Zotit? Do të zgjedhmi rrugën më të mirë, jo rrugën e nervozës, jo rrugën e idhnimit, jo rrugën e mosfoljes, jo rrugën e sërthllëkit. Vezër, sidomos ndaj prindërit, kujdes, nuk falet. Ti është mirë si fëmijë, ta respektojsh, ta nderojsh, ta ftojsh që ta falë namazin, çdo namaz, 5 namazës ditor që i kemi. Hidajeti është në dorën e Zotit. Kur të vijë momenti çuditësh edhe ti edhe unë edhe krejt çuditni. Jo me zonë, edhe fëmijës, sidomos ju që keni fëmijë të vogël. Është mirë ti zëni sapa, jo t'ja mlojni një organin. Jo të shkojni të dhoma dhe t'i mlojni. Jo t'ja ulini telefonat gjithë natën, 3 telefonat dhe sabajnë nuk mund me një. Vëllezër,
Problemin me namazin e sabahit sot kreti kemi, duke fillu prej neve o xhallarëve. Problem na u ka bo namazin sabahit, pse? Po pejgamberi alayhis salam dhe sahabët e kanë falë Yacin edhe kanë dhënë me fletë. Kja është program islam. E neve na imi bo më të meqën se ato. Çka bojmë na, rrim gjithë natën, pak para sabahit flejna. Na, pejgamberi s'ka pas TikTok, pejgamberi s'ka pas Facebook, pejgamberi s'ka pas Instagram. Apo, me këto gjona ka të më të arsjetomi. Fëmijëve vëllezër të ndershëm besimtarë, merrni këta si këshill vllaznore. Fëmijëve mos ju lini telefona edhe gjatë ditës, po sidomos natën. Kohë keqe ka ardhur vëllezër, se çaj telefon ta edukon fëmijën. Ai keni pa me fëmija i vogël 6 vjet, 7 vjet agresiva. O vëllezër, çka ka me prodhuaj? Ai çka e ka rregullu këtë telefon, ai i ka programet e vet, ai e di pse e ka bën. Ai e di qëllimin e vet. Dhe na tash mos shesim men edhe të bëmi të meqëm, ta përdormi kështu, ta përdormi ashtu. Çfarë do formi që e përdor, ti do ta kesh kujdes fëmijën tënd. Sahabët s'kan kur dis telefon për me e falë sabahin. Një alarm, një plot, 2 alarma, 3 alarma, 4 alarma, 5 alarma i bojnë, nuk e njën sabahin. Vëllezër, nuk ka pas as autoparlant në xhamive. Frekve janë autoparlantët. Muezini ka hip minare e ka thirë ezanin. Iq më larkë babalar tonë, nanat tona, qatë ezane kanë një. Ashtë fakt se ka hip shumë modernizimi, ashtë fakt se shpijet janë konë me loqë, me hasër, ashtë fakt krejta jo, janë ndru këto, nuk jetojmë në atë kohë. Mirë po një gjonë do të pranojnë, ato kanë pas iman. Ato me iman janë që e kanë falë sabahin. Ato me dritën e imanit, me dritën e hidajetit zotit janë që edhe e kanë falë sabahin, minën e ka pasë namazin sabahin. Vëllezër, një sahabë, së më kujtohet emri, një sahabi, një shoku i pejgamberit alayhis salam, i ka hik një namaz i sabahit. Veç një namaz i sabahit i ka hik, çka ka bën? A çu sabah, vona çu. Sa rahatu deri namazin e drekës e ka fal kur çu. Se ka dhe një grup tjetër tash, kur çon e falin sabahin, ja, mos. Nuk ka rregull kjo vëllezër. Nuk kanë rregull kjo që e falin 10 sabah, nuk ka. Nuk ka 10 saati sabah me falë. Edhe qohët ki, rrug dalë shkoni i gjenë 2 robë. 2 robë i gjenë, i liron prej robris, për shkak gjënoj që e ka bo që se ka falë sabahi. Unë njof edhe gjëmatli, njof edhe host, ma hershëm, jo që tashëm. Jo këse generatës tonë ku jemi. Nëse i ka hik një namaz, e ka dënu vetë vetën, pin Hasanbek, pin Haracin, pin Grushin, pin Orlans, ka tuneve tona, këto straqinës, ka shku në konë, shkup e ka dënu vetëm, se ka një namazën e sabajt, me e falë. Dënimi ka dhënë vetit. E kështu vëllezër, kështu është hidajeti i Zotit. Ama nasë se kimi gajle, se thirin 5 ezana në Haracin, s'ta po të vonë. Nuk në po të vonë, edhe thirin 5 ezanave. Pile, shpesh herë edhe po thënë, po, keni profesion me thirë ezane? O gjallëkin e keni profesion? Vëllezër, sa për profesion për ju kalëzo unë personalisht, kur nuk e ushtrej këtë detyrë? Vallaj, veç punë misionja. O gjallëki, imam lëki është mision i shenjtë, o vëllezër. Pra të arsye mundohem me kritë qenjën ti me ta kry. Sa për profesion, sot shkoj edhe lo, për profesion. Këtu do tjetë ajo e kuptumje e mirë, e misionit, të cilin misionet kanë pas të gjithë pejgambert e Allahu xhaleshanu. Dhe shkalla e 4 e udhëzimit e hidajetit është udhëzimi i xhenetlive për në xhenet dhe i xhehenemlive për në xhehenem. Që këtu e ka për qëllimin ditën e kiametit, pasi do të përfundojë llogaria ku Allahu xhaleshanu e udhëzon se cilin atje kër ka vendin, dika për në xhenet, dika për në xhenem, kush udhëzohet në këtë dunjan rrugën e vërtet, si që thuhet tarikul mustekim,
që është rruga e pejgamberëve, do të udhëzohet edhe në botën tjetër në rrugën e drejtë, e cila do të na çojë në xhenet, duke na lehtësu llogarin, duke na i forcu kamp mbi urën e siratit, duke na dërguar në xhenet, ashtu siç nuk i udhëzon ata që e kundërshtojnë pejgamberin Allahu xhaleshanuhu, ashtu siç nuk i udhëzon ata të cilët pasuan rrugën për në xhenem, ata do të jenë në xhenem, ashtu siç përmendet në shumë ajete kuranore edhe në shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allahun xhaleshanuhu që na ruaje nga ky grup. Çdo mend se vëllezër të ndershëm besimtar, ka shumë frite ky emër i bukur i Allahut xhaleshanuhu, është njëra prej tyre dashuria ndaj Allahut xhaleshanuhu, i cili na ka kriju, na ka orientu, na ka udhëzu, i cili udhëzim është në dorën e krijuesit tonë. Bëjmë dua që Allahu xhaleshanuhu na i ruajë këtë udhëzim, sepse ka të tillë që janë të udhëzuar, mirë po gjatë jetës kujtojnë se bëhet manevra me iman. Ka të tillë që bëjnë manevra me imanin e tyre. Nal njerë një 10 vjet po fal, nal pak talon një herë. Nal njerë një noj, dikur nal talon. Allahu xhaleshanuhu na largoft nga ky grup i njerëzve. Nuk ka loja me namaz, o vëllezër. Nuk ka loja me iman. Hidajeti i Zotit nëse na hir për një mehe në zemrat tona, ne vazhdimisht të tillë duhet të jemi. Ose shpesh herë kam përdor, me hidajetin e Zotit, me udhëzimin e Zotit, o vëllezër të ndershëm besimtar. Nuk mund ne të jemi ata të cilët e falmi namazin vetëm se Ramazan. Që na kemi kësi grupe. Ka musliman, besimtari, besimit, islam që thot jam musliman, vetëm se ditën e Bajramit e fal namazin. Inshallah Allahu xhaleshanuhu udhëzon këtë. Të tillë ka vetëm se ditën e xumës e fal. Vetëm xumën e fal. Ka të tillë që i falin 5 vakte, ka të tillë që vetëm sabahin e fal, dikush e ka zgjedhur. Dikush vetëm yatsin e fal, dikush vetëm akshamin e fal. Lëzën, kjo është laramania e imanit tonë. Ne duhet t'i falmi 5 vakt namaz, ne duhet t'a falmi xumën, ne duhet t'i falmi Bajram, ne duhet falmi nafile namaz, ne duhet falmi namaz natë. Namaz natë duhet falmi, tash vëllezër të ndershëm besimtar. Nuk është namazi natë vetëm Ramazan, ku jemi na ata të cilët bëjmë buj Ramazan. Namazin e natës ta falmi, ku jemi? Ku jemi? A jemi musliman na? Apo jemi musliman sezonal, vesh një moment, vesh një kohë, vesh një periudhë. Kështu nuk është besimtari që e kërkon Zoti dhe pejgamberi që na porosit. Kështu jemi na që dojmë sipas vetit e përshtatni fenë. Si na konvenon neve, na konvenon kështu, na konvenon ashtu. Po, ja u kallëzoj një ajet kuranor e cila na trondit gjithve, na kap krejtve. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi, o takfurune bi ba'd, ju ka thonë Zoti, judive dhe krishterëve. A dojnë ju ta besojni një pjesë të librit tuaj, një pjesë tjetër ta refuzojni? E po ndryshe nuk refuzohet, o vëllezër. Çat rrugë jemi të shku. Nëse vazhdojmë kështu, në çka rrugë jemi? Bashkërisht lutim Allahun xhaleshanuhu që të jemi nga ata të cilët edhe këtë emër të bukur të Tij e mësojmë mirë dhe jemi nga ata të cilët e praktikojmë jetën tonë të përditshme. إلهي وخلاقي إلهي 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 وخلاقي